Xheneti është më e lartë nga gjitha mendje që jeni duke imagjinuar. Ashtu Allahu xhallahu shanu ka bërë përgatitje. Shokët Profet alayhis salatu selam kur dëgjuan nga goja e Profet alayhis salam tha, dërgoi Allahu xhallahu shanu po si janë bërë vilët. Tha, një tula nga vila xheneti është pe floriri, një tula tjetër është për argjendi. Po me çfarë janë të lidhur njëri me tjetër? Thot o milatuha, milat laçi i kësaj është misku, thot dërgoi Allahu xhallahu shanu. Po o dërgoi Allahu xhallahu shanu toka dheu saj është zafran. Shafrani i kuq vëllezër, jo ai verdi që hedhet në gjell, po shafrani i kuq, hapni në tonë shifni, ai është toka Jannatul Firdausi. Pastaj thot wa hasba gurales. Gurales të Jannatul Firdausi janë al-yaqut wal jawahir, janë diamond, emrat e diamant. Edhe ato janë në dërgoi Allahu xhallahu shanu ka thënë. Pastaj thot profeti alayhis salatu wasalam, naimuha la yab'as. Mirësitë e Jannatul Firdaus nuk i vitrohet, nuk paksohet. Jeta Jannatul Firdaus është shababuha dawamuha. Shabab, rinia në Jannatul Firdaus është për hershëm vëllezër. Ne pas pak vit do plak, ato që ai që është i ri plaket pas pak, edhe ai që është plak ka për të vdekur. Thot dërgoi Allahu xhallahu shanu që nuk ka për të funduar. Edhe kur do hyrin në Jannatul Firdaus, nuk kanë për të ikur për urin as për jashitje trash. Nevoja i madh i vogël nuk ka. Atëherë shokët Profet selam ka bërë pyetje atëherë, gjitha ushqimet e gjahajmi çfarë do? Tha ka për të dalë djersi aq era mirë se gjërat e xhennet nuk kalbet. Gjërat e dunja vëllezër ushqimet kalbet tu, edhe kur dalin nga trupi jon gazet dalin keq, kur shkojmë në nivoja dalin erat keq, po xhennet është i pastër. Allahu ka bërë i pastër edhe do dalin si parfum nga trupi jon, djersi edhe me atë shluhet çfarë kemi ngrënë. Ashtu dërgoi Allahu xhallahu shanu tregon, atëherë Allahu xhallahu shanu tregon një ngjarje në Kur'an që do kujtohemi kur ikim në xhennet jeta dunia, edhe ka për të thënë njëri, inni kana li qarin, unë kisha një shok pa besimtar. Edhe çfarë? Ai mua thon të ofendon, a innaka la minal musaddiqin? Edhe ti beson ato budalliqe edhe jeta pas vdekja? Yaqulu a innaka la musaddiq, a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna la madinun? Edhe kur do i vdesim, bëhemi dhe, prap do i rigjalemi, a beson ti ashtu? Ja Allah, unë kam dëshira të shikoj atë në xhennet. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Sa do të mendon ai me shok të vet që kam qef të shikoj edhe themate. Allahu thot fattala'a, Allahu ka për të larguar gjitha hijabat që janë mes xhennet edhe mes xhehenam. Edhe ai është duke parë, duke ulur atë. Fattala'a është duke parë fara'ahu fi sawa'il jahim, edhe është duke parë në mes zjarri xhehenam. Edhe ai është duke thënë gjitha premtimet që ka bërë Allahu xhallahu shanu në dunia edhe kam farur me ty, jem duke parë ty. Edhe pastaj do thot, o vëllezër, po ato mirësitë që kemi ne nuk ka për të humbur asnjëherë. Jo, asnjëherë nuk ka për të funduar, Allahu xhallahu shanu ka për të thënë. Atëherë ai ka për të mërzitur më shumë. Ashtu vëllezër, mirësitë e xhennet Allahu xhallahu shanu ka lënë për hershëm. Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. Shembuli i xhenneti që është premtuar Allahu xhallahu shanu për njerëzit devotshëm, çfarë është? Tajri min tahti al-anhar. Nga vila atyre, poshtë vila atyre ka për të lëvizur lume. Edhe thot ukuluha daimun wa dhilluha. Frutat xhennetit do të jenë përhershëm, edhe hija pemë do të jetë përhershëm, jo kur është koha për hija ka për të arritur pastaj s'ka. Përhershëm do ukuluha daimun wa dhilluha. Tilka uqba alladhina taqaw. Kjo është fundi ato njerëzit që besojnë ditën e gjykimit, thot wa tilka uqba an-nar. Kurse ato njerëzit që nuk besoshin edhe kishin talur me ligjet Allahu xhallahu shanu, fundi atyre është në zjarri i xhehenam. Vëllezër, ato mirësitë Allahu xhallahu shanu ka lënë, janë e vërteta, ka për të ndodhur pas pak vit shumë i shpejt. Vëllezër, shumë shokë të jon kanë qëndruar me ne, sot nuk janë. Edhe ashtu shumë jemi ne bashkë, doshta nuk do jemi bashkë, por ato premtimet Allahu xhallahu shanu janë përhershëm. Jeta ahiret është përhershëm, jeta dunia shumë i shkurtë, shumë koha i shkurtë, gjitha lodhjet që janë këtu ka dunjaja ka për të ikur një ditë. Lusim Allahu madhruar, Allahu na jep bindje i fortë për gjitha premtimet që ka dhënë Allahu xhallahu shanu, dhe sipas bindja na mundsof që ne bëjmë përgatitje dhe kuptojmë realitetin e kësaj dunjaja dhe bëjmë përgatitje për realitetin e ahiret që Allahu xhallahu shanu ka përgatitur për robët e tij. Lus Allahu madhruar, Allahu xhallahu shanu le sof le zarton ku janë në botë
veçanërisht në vlezër që janë në Gaza, që janë në vështirësi madhe, Allahu i jep gjerësia, inshallah sjell ditat kur ato janë me ashtu janë duke jetuar me mirësi, me begati, ashtu si kemi duke jetuar, edhe inshallah xhamia kësa është shliruar nga dora njerëzit pa besimtar. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.